dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio unë jam së bashku me shefin e Departamentit të Infermieristikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universiteti Luigi Gurakuqi, Emiliano Pietri. Mirëmëngjes Emiliano. Mirëmëngjes. Dhe pedagogun e këtij fakulteti Julian Kraja. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në studio. Natyrisht interesi për konferencën e parë shkencore të shkencave mjekësore teknike që hapet nesër është i veçantë. Do doja të dija çfarë është kjo konferencë, si lindi ideja e saj, si do të zhvillohet. Rrallë parë ju falenderojmë për ftesën dhe mundësi që na krijoni për t'i tregu mbar qytetarëve, jo vetëm të Shkodrës, në lidhje me aktivitetet që zhvillon Departamenti Infermieri vit mas viti. Konferenca e parë mbar kombëtare e trevave shqipfolse erdhi pas dy konferencave të organizuara rishtas, konferenca ndërkombëtare, por që ishin projektuar dhe realizuar nga Departamenti Infermieri 2 vitet më përpara. Dhe normalisht e pa me të udhës që pse jo, ne vit mas viti në mënyrë të gërshëtuar të realizojmë jo vetëm konferencat ndërkombëtare, por të kemi edhe konferencat e trevave shqipfolse, me qëllim afrimin e profesioneve e profesionistëve me njëri tjetrin e mbrana këtyne trevave ku ne do të kena shumë më shumë interes dhe bon sens për të bashkëpunuar. Dhe kjo është qëllimi kryesor në lidhje me organizimin e kësaj konference. Pra, pasi keni patur disa eksperienca të cilat të besoj që kanë qenë të suksesshme, ju mendoni ti drejtoheni një komuniteti disi më afër problemeve të njëri tjetrit që përfshin problematika pothuajse të njëjta ose të paraafërta. Në fakt, cilët janë aktorët e realizimit të kësaj konference dhe faktorët që bëjnë të mundur pikërisht këtë organizim? Aktorët kryesor normalisht janë si individ, janë të gjithë anëtarët e Departamentit Infermieri Shkodër. Gjem shtetjen tek e përton, tek dekania, tek rektori i universitetit, po ashtu tek drejtoria spitalore, drejtoria shtetit publik Shkodër, drejtoria rajonale tashmë e Madhe, e Veriut, po ashtu gjem shtetje jashtëzakonisht shumë madhe tek shoqata malteze, e cila na ndihmon jashtëzakonisht shumë dhe gjeneracin që ta falenderoj. Është aktore kryesor në të gjitha aktivitetet që zhvillon Departamenti Infermieri në Shkodër. Është një bashkëpunim pra që ju keni krijuar. Normalisht na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe normalisht aktorë tjerë që banë mundur zhvillimin e kësaj konference janë edhe Oda e Infermierëve të Kosovës dhe e të gjitha profesioneve shëndetësore në Kosovë, po ashtu Urni Infermierit të Shqipërisë janë aktor bashkëpunues me Departamentin Infermieri në realizimin e kësaj konference mbarkombëtare. Natyrisht të kesh një ndërmarrje të tillë nuk është e thjeshtë. Megjithatë, do desha të dija edhe për dëgjuesit që na ndjekin, çfarë përbën ato që quhet shkenca mjekësore teknike. Gjithmonë është në kupolën e madhe të shëndetësisë, por shkencat mjekësore teknike janë një departament tepër ose një sektor tepër aktiv. A mund të shpjegojmë kush hyn në këtë sektor teknik të mjekësisë? Atëherë, ne kena bërë më gjanë se vetë shkencat mjekësore teknike, qenia humane, qenia biopsikosociale dhe shpirtërore, dhe normalisht këtu janë futur edhe aktorë të tjerë përveç se infermier, mami, fizioterapist, logoped, radiolog, farmacist, mjek të përgjithshëm, mjek specialist në fut edhe pjesa e anës psikologjike dhe vetë psikolog kanë pas interes jashtëzakonisht më biles.
këtë vit kena pas kërkesa dhe nga vetë studentat dhe pedagogë e gazetarisë, të cilët kanë shpreh ide dhe mendimet e tyre që të jenë pjesëmarrës duke treguar mënyrën se si ato dhe artin e të folunit dhe komunikimit me pacientin. Si një nga metodat më të mira dhe të kërkuar tashmë në mbar Europën dhe në mbar botën si një kusht dhe një kriter për për të gjithë shkencat mjekësore teknike, sidomos personelin infermieror që është shumë i lidhur me pacientin. Në fakt, me sa pashën këtë gjithë përfshirje për tema do të jenë të ndryshme. I keni vënë një titull ose një drejtim të caktuar kësaj konference për këtë vit, apo tenton të përfshijë shumë sektor që lidhen me shëndetësinë, me psikologjinë shëndetësore, apo edhe me sektor të tjerë? Faktikisht, këtu ndoshta edhe më tepër mundet për më animu edhe profesor Juli në lidhje me mënyrën e organizimit, mënyrën sepse profesor Juli është personi fiks kyç që ban edhe koordinatorin e përgjithshëm nga ana akademike. Po. Atëherë, konferenca që tha profesori, sa vjen mas dy eksperiencave një pas njëshme prej konferencave ndërkombëtare, por ne realisht duhet me ceka që problemi jonë konferencave brenda vendit dhe rajoneve shqiptare. Kjo është gjëra më kryesore sepse ne pothuajse kemi tjetër problematika dhe me vendet shqiptare në rajonet të rreth. Topiksat janë të shumë, ne normalisht kena 8 seksione, duke filluar edhe nga mjekësia, shëndetësia dhe mjekësia, që i referohet mjekëve, por edhe shëndeti publik që ka mjek dhe specialista shëndetit publik, por jo vetëm dhe infermierë dhe fusha tjera që i marrin pikërisht pra me shëndetin publik. Pastaj janë kujdeset infermierore, të gjitha fushave, pra me gjitha specialitetet e mundshme. Kena atë që edhe përsuar pjesën e psikologjisë, pra problemet psikosociale, pra që shfaqen tek pacienti si pasojë e smundjes, sepse smundja normalisht nuk është e izoluar për gjitha fushat e jetës dhe nuk mund të themi që vetëm të merrna me kujdesin, por duhet pa edhe problemet e mëdha që shfaq për në aspektin psikosocial, që rëndojnë edhe më shumë situatën e të smurit. Kena pjesën e seksionin e mamis, pra ku janë specialista mirëfilli, pra që merren me mamin, sepse ne aktualisht ne kemi 3 programe studimit bachelor dhe një program studimit master që normalisht ne duhet me i përfshi se s'ban si topiksa në konferenca, por duke filluar me infermierin e përgjithshme, mamin, fizioterapin dhe kena masterin pra me psikologji shëndetje që përfshin problemet psikosociale. Kështu që automatikisht ka topiksat janë të domosdoshëm. Ka një përfshirje të gjerë të gjitha fushave, por si asnjëherë këtë kena pas për shembull edhe specialista për shembull të shëndetit të gojës, pra shëndet oral, janë sidomos prej pjesë të Kosovës, por që janë futur pjesa shëndetit publik se ne s'mund të hapshim një sesion të veçantë vetëm për kujdesin e gojës, por që kemi 3 tema tilla që merren pikërisht pra me kujdesin e gojës që për ne ishte edhe eksperiencë e parë, sepse nuk e kishim has 2 herë e tjera, ishte një formë e këndshme për mu diskutuar, që ka pas një interes të njerëzit. Me sa shoh keni bërë dhe po përpiqeni të realizoni një organizim mjaft të përfshirës. Kena gjetë aktorët e duhur, sepse ato sesione dojnë edhe personat adapt, kena mundu me përfshi gjithë, pra të çdo sesion me pas specialista, njerëz të fushës, sepse ne me tamam departamenti është një grup i vogël njerëzish, një bërthame e vogël. Po sa aktive? Aktive, dakord, por që s'pun t'i mbulojnë të tëna, normalisht i kërkon edhe pjesën mbështetëse që na kanë ardhur prej departamenteve të tjera, prej fakulteteve tjera të universitetit, por jo vetëm edhe nga jashtë. Këtë doshëm këtë rrallë, kështu doshëm të përmend shumë edhe pjesën e Kosovës, janë gjetë shumë, jo vetëm me pjesëmarrje, por edhe me mbështetje nga ana njerëzve, pra qoftë me figura të njohura, për shembull një kryesor është edhe Oda e infermierëve të Kosovës. Pikërisht do të ndaleshim këtu, si keni arritur ju që të tërhiqni mendimin e shumë sferave dhe rajoneve të ndryshme shqiptarëse? Me Odën e infermierëve është diçka interesante, të konferenca para të vinë kretë rastësisht thjesht me një lajm që i kishim bërë, ne kena një faqe të departamentit të infermieri,
kur her pas herë erdhëm gjitha njoftimet, aktivitetet që realizojmë, ata kishin pas një ndoshta pjesa e Kosovës ka një ndjeshmëri më shumë se sa ne, nuk e di pse, po njën më komat kur vinë në Shqipëri se sa ne kur shkojnë. Nuk e di, ndoshta edhe e jam ja vetëm, por janë më të ndjeshëm ndaj këtyre fenomeneve. Erdhën panë një pritje nga ana e departamentit jashtëzakonisht shumë të mirë, mbetën shumë të kënaqur, dhe her pas here sa që bojnë aktivitete ne na të ftuam dhe ne sa që bojnë absolutisht tepër efikase. Absolutisht. Por ne kena një problem që sot akoma Shqipëria nuk ka një ligj për infermierët dhe këtu ne mundona prapër me anë konferencave ndoshta me dhënë edhe mesazh ose ide jo vetëm qeverisë, por gjithë aktorëve që merren me shëndetësinë, që duhet sa më shpejt të kryej ligj, jo vetëm me hyrje në Europë me atë ligj, sepse është i domosdoshëm për me hyrë në Europë, por edhe me kanë ne si aktor me kanë të ndjeshëm ndaj këtij fenomeni, sepse sot figura e infermierit jo vetëm që është rrit në përmasat e rolit që ka në shëndetësi, sepse absolutisht është edhe baza e kujdesit në gjitha institucionet shëndetësore, mi, fizioterapi, infermieri, pra gjitha bashkë, gjitha shkencat mjekësore teknike, por me marrë edhe meritat e duhura, sepse është shumë vështirë për me marrë merita ose me evidentu punën tonë që ose nuk ka kriteret, që ose nuk është ligj. Po nga qytetet e tjera të Shqipërisë, profesor Emiliano përmendi urdhri i infermierit është i angazhuar. Çfarë interesi ka patur? Nuk e di, fakulteti infermieristike ka në Tiranë, në Vlorë, në Durrës, në Korçë, në Elbasan, Gjirokastër. Nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike të Tiranës absolutisht ka pjesëmarrje. Janë kolegët tanë, qoftë infermierë, qoftë pedagog, të cilët ditë mas viti janë pjesëmarrës në konferencën tonë. Por ajo që ne na bën shumë entuziast dhe na bën që ditë mas viti ne të kërkojmë nga vetja është që dëshirojmë që shkencat mjekësore teknike të jenë gjithmonë bashkë me librin, bashkë me terren. Dhe për ma tepër, të pas parasysh që jena vende që dëshirojnë të aderojnë në komunitetin evropian. Kja na bën që të kena lidhje të shumë më të forta me të gjitha vendet e trevave shqipfolëse, sepse të gjitha në blok mundra për me bën diçka më tepër, mundna me tregu diçka më tepër edhe vetë Europës, edhe vetë atyne aktorëve të cilët na monitorojnë lidhje me ecurinë në këtë aspekt që tu punohet dhe punohet në standarde. Natyrisht duke u drejtuar ecurisë suaj, fakultetit tuaj, mendoj që tregu i punës për infermierët të paktën aq sa dim nga Shkodra ka qenë mjaft i vlerësuar brenda dhe jashtë vendit. Ndërkohë që me sa kam informacion, këto student e kanë ndruar, e kanë çuar në një stat më të lartë rolin, ndihmën, çdo gjë që lidhet me punën e infermierit, duke e ngritur tashmë mbi baza shkencore dhe tepër të sigurta në ecurinë e tyre. Duhet të thonë vetëm një gjë, kam lexuar te Facebooku një lajmërim që nxjerrte një shoqat, s'pa jap emër, po një shoqat që thotë ofrohet një vend pune në Tiranë te njerëzit 250.000 lekë, duke filluar nga 250.000 lekë të vjetra për punësimin. Dhe të shikoshe mesazhet. Gjithë mirë thoshin turp turkish, çeshkërrok, turp turkish, çeshkërrok, pra një farë format është rrit edhe vlerësimi për veten, vitet e fundit kjo gjë. Vitet e fundit infermierët pra kanë filluar me vlerësu realisht punën e tyre. Sepse puna është vërtet shumë specifike. Po deri dje nuk u vlerësote jo vetëm nga organet, por nga vetë infermieri, pra ndjehej e merret një qenë. I vetë nuk e merret një qenë fakti se kështu duhet u pagu. Ose kjo është ajo që bëjon, ose kjo është ajo që meriton. Sot ka një ndjeshmëri më të lartë, pra kërkojnë drejtat e tyre. Cilat janë problemet më të qëndësishme të këtij sektori që përballen ditë pas dite me jetën, me realitetin ton shqiptar? Problemet normalisht kryesore është problemi ekonomik. E përmendë profesor Juli tha që
sot flasim për paga, s'po them çesharake, por jo të kënaqshme, jo inspiruese për me bërë një punë njerëzakonisht madhe. Dhe punën që të gjitha aktorët e shkencave mjekësore, të përfshirë dhe mjek, bëhet përfundimisht nga dashnia që ato kanë për profesionin, nga dashuria që kanë për pacientin dhe nga humanizmi që i karakterizon këto përfundimisht personalitete të shëndetësisë. Dhe kjo e mban ende në kamp, por nuk do të vazhdojmë të ta mbajmë kamp gjithë jetën vetëm dashuria. Ka nevojë edhe për stimul ekonomik. Pra stimuli ekonomik duhet jetë e para që duhet me kenë ndryshe. Të paktën, dhe kjo është edhe arsyeja pse ne bashkëpunojmë me vendet e rajonit dhe pse ne bashkëpunojmë me treva shqifolse. Të paktën të jena në përgjasimin e tyre në aspektin ekonomik, sepse në aspektin akademik jemi, në aspektin profesional jemi, atëherë pse të mos jemi edhe në aspektin ekonomik, të paktën me treva shqifolse, me Malin e Zi, me Kosovën, me Luginën e Preshevës, me Maqedoninë. Nëse do të arrijmë aty, edhe ne do të thotë që jemi deri diku mirë, sepse të gjithë bashkë nesër do të bëjmë një ndryshim sërish më të madh. Po ashtu, kushtet e punës, mënyra e perceptimit dhe e reklamimit, ndoshta shpeshherë gabume, ndoshta edhe nga vetë ne, nga vetë populli, lidhje me atë çfarë përfaqësojnë bluzat e bardha. Shpeshherë un kam shembull sot pafund element që mund të kenë 20 vjet punë në spital, që sot po largohen nga Shqipëria, sepse jo vetëm në aspektin ekonomik, këto element, sepse janë njerëz që i njeh i gjithë qyteti i Shkodrës, por edhe në atë të vlerësimit, sepse edhe vetë fëmia, edhe vetë pasardhësit tanë kanë nevojë për mendim një fjalë të mirë për prind, për atë çfarë përfaqësojnë prindët e tyre në popullat. Dhe jo vetëm nëse do të flitet në një klasë të parë, ose në një klasë të dytë, ose në të veçare, se çfarë përfaqëson prindi jot, të mos njihet fëmia i pedagogut, fëmia i një specialisti në fushën e shkencave mjekësore, sikur prindi i tij përfaqëson të keqen dhe të mirën. Pra janë disa element që i bajnë të njihen jo komfort këto persona që përfaqësojnë një diçka jashtëzakonisht madhe në Shqipëri. Në fakt ju keni bërë një organizim shumë të këndshëm, të bukur, duke përfshirë specialistë të fushës. Nga ana tjetër, duke mos lënë jashtë specialiteteve strukturat shtetërore, qoftë tek ministria apo drejtoritë të ndryshme, sa të përfshirë janë në këtë aktivitet që ofron mendimin e përbashkët, problematika të përbashkëta, edhe jep ndoshta zgjidhje të afërta ose të përbashkëta. Unë them që gjithë aktorët janë të interesuar sepse janë pjesa magjore e gjithë punojësve të këtyre institucioneve, qoftë drejtorisht në publik, qoftë spitaleve, kuptohet që është po nga ministria, sepse gjithmonë politika konsekuente dhe me vështrim perspektiv mund të hedhin dritë mbjetësurinë e këtyre problemeve. Te ministria gjithmonë thonë do vi mes na vi. Këtu qëndron problemi. Qëndron problem, është një problem sepse normalisht ata duhet mu ul me një bazën, shpeshherë harrohet baza, shpeshherë ndoshta mundon me marrë modelet më të mira prej vendeve të tjera, harrojmë realitetin që këtu, sepse normalisht ndoshta në bodje që duhet me pa që kena këtu problem, jo që kanë jashtë problem. Dhe pastaj ignorojnë to. Me sa shumë organizimi do t'jetë edhe në seksione, sepse duke rrahur problematika të sektorëve të ndryshëm, patjetër që konferenca do të merre me specializime dhe specialistë të fushave të ndryshme. Si do ta organizoni? Atëherë, përveç ditës premte që janë të leksionet e hapura, që jo mund të hynë të gjithë për menaxhuar të leksionet e hapura, ditën e shtunë në orën do zhvillohen këto leksione? Leksionet do zhvillohen tek departamenti i infermieri. Kemi salla ku shkojnë deri në sa vetë të mundshëm për me hinë nëpër salla, në panel aty, në kurse të shtunën që është aktiviteti më i madh, që është vara apo më tepër, është
seanca plenare në orën 9 tek holli I rektoratit të universitetit, ku ka një kapacitet jashtëzakonisht shumë të madh të pjesëmarrësve, dhe sipas eksperiencave të viteve kaluara kemi pa që ka pas një pjesëmarrje jashtëzakonisht mbi kapacitete, pra sepse ka interes në të gjitha fushat, kurse pjesa pastaj pas seancës plenare, ku janë edhe ftuar aktorë të gjithë institucioneve shëndetësore, do jetë seancat plenare, seancat sipas topiksave, sipas temave. Dhe normalisht aty pastaj çdo kush prej pjesëmarrësve, qofshin aktiv apo pasiv, gjen vetveten, sepse unë nëse jam I profesionit mami, nuk kam pse ndëgjoj tema ku diun për jo se nuk janë të bukura për stomatologjinë, jo se nuk kanë interes, po gjithsesi interesi shkon te fusha vet. Po, sektor të ndryshme, seksione të ndryshme ku secili gjen vetveten. Unë shkoj te seksioni mamis, unë jam fizioterapist, pse të ndëgjoj? Po takuar një gjoj, po kur kam një temë më të prekshme, një problematik time, shkoj në gjë një temë të re, një eksperiencë të re, sepse gjithë ideja është njerëzit të sjellin eksperiencat dhe idetë e reja brenda fushës, pra thonë një metodë e re që ka dalë te fizioterapia, një ide e re tek infermieria, një manipulim i te maknia, e tjera pra, dhe këto gjëra më mirë sepse këto shpërndahen pra me një lektor shpërndahen në shumë vete, dhe secili pretendon që shkoj te seksioni ose tek topiksi ku ai është edhe mbi bazën e aparaturave, mundësive teknike dhe kapaciteteve njerëzore. Sa afër esurisë së shkencës bashkëkohore jemi në rrani me këtyre mendimeve ose këtyre temave? Në aspektin janë dy gjëra. E para është ajo që ne përdorim në lidhje me edukimin e brezave të ri, ku aty jena kompetent për me fol, absolutisht, kena 3 kabinete. Jemi edhe lart aty. Edhe në lidhje me nëse do të bëjmë një krahasim me të gjitha universitetet që ofrojnë të njëjtat programe studimit, pa hezitim themi jemi at the top në Shqipëri. Po ashtu edhe tu krahasu më të mirët pra. Jena më të mirët në Shqipëri në lidhje me kapacitetet që kena në formimin e studentëve të infermierisë. Po ashtu këtë vit që nesër besoj do të jetë edhe një lançim televiziv në lidhje me kabinetin e ri të fizioterapisë që u bë I mundën tashmë nga Universiteti I Shkodrës në departamentin e infermierisë, ku përfundimisht të gjitha aparaturat që sot ne mund t'i klikojmë vetëm në internet I gjejmë tek departamenti I infermierisë. Po sa mirë është bërë mundur një gjë e tillë, sepse gjithmonë kemi tekaterapinë, me elektroterapinë, me magnetoterapinë, me TENS, që ndoshta më shumë nesër do t'ja bëjnë publike edhe vetë pedagogët e fizioterapisë, sepse ne nuk jena specialistë të fizioterapisë. Për sa I përket edhe dy laboratorët e tjerë janë absolutisht optimal në realizimin e tyre në formimin e brezave të ri në 3 programet që ne ofrojmë në ciklin bachelor. Për sa I përket aspektit teknik, logjistik e tjerë në spitale, absolutisht kanë ardhur në ngritje, por nuk jena ne persona që mund për me thënë diçka në lidhje me atë çfarë spitali rajonal Shkodër mund të ofrojë. Megjithatë, duke parë që ju përuroni këto ditë një kabinet mjaft cilësor të fizioterapisë, mbase nuk e di, ekziston ky kabinet, ky lloj kabineti edhe në spitale apo në qendra të tjera, se mbase do të vinë tek ju pastaj që të realizojnë seanca të fizioterapisë dhe do të jetë jo vetëm një kabinet universitar, por edhe shërbimi klinikësor. Ne kishim kohë që kërkonim këtë kabinet, ma në fund u realizu, ideja ka qenë që me bëj një diferencim nga tregu, jo vetëm për me kanë parë, por me I tregu tjerëve se si duhet jetë shërbimi, ka akoma këto problemet ligjore se si do menaxhohet pra pjesa e pagesë e tjera, por shumë shpejt, sepse edhe ideja ka qenë jo vetëm të përfitojnë studentat dhe të bëhet një mjet didaktik për mësimthënie,
por tjetë edhe në shërbim të komunitetit. Kjo kanë edhe baza. Interesante. Shërbim të komunitetit me më të mirat dhe me ma poset që me diferencë nga gjithë tjerë. Kjo ka qenë edhe një nër motivet e hapjes, pra se motivi parë kuptohet se motivi parë ka qenë pjesa akademike, nuk mund të themi, por motivi fort është edhe përfitimi, shërbimi dhe përfitimi i popullatës. Ku gjithë universitetet e botës, një nër gjërat kryesore kanë edhe kontributin në popullat. Ndërkohë do desha të dija, me qenë se profesor Juli në fillim të bisedës tha një ndër ngërçet është mungesa e ligjit për infermierët. Si do t'i shërbejnë këto aktivitete dhe ndoshta edhe zëri juaj nuk e di se si mund të ketë organizime të tilla në mënyrë që të ketë një drafte, të ketë iniciativa për realizimin e një ligjit të tillë për infermierët, i cili do të konsistojë më së miri në të drejtat dhe detyrat, përgjegjësitë, por edhe të drejtat që ka një personel i tillë i shkencave mjekësore teknike. Atëherë problemet që ka shteti i rëndit sipas prioriteteve të veta, dhe ndoshta shpeshherë nuk e vën kryesore këtë pjesë sepse ka ndoshta probleme në mendjen e tyre probleme më mallore. Po ka komisione parlamenti që merren me të probleme të gjitha sektorëve. Së bashku me profesorin ne kena kanë takime që ka organizuar TAEX-i, pra që është pjesë e Komisionit Evropian për shëndetësinë. Kena dhënë mendimet tona, kuptohet që aty aktorët nuk janë shumë, nuk mund të kena vetëm ne profesorë që japim mendimet tona, kuptohet që aty janë përfshim që nga ministri, që nga gjitha universitetet që ofrojnë programe të tilla studimi, nga aktorë tjerë të urdhni e gjitha. Rrahen mendimet, ka mendime të ndryshme e tjera, por ndoshta kjo kërkon kohë për me dhënë vend, për me dhënë frutet e veta. Po, me sa shoh konferenca do të ketë një gjithë përfshirje të moshave, të punojësve më të hershëm, të pedagogëve, të punojësve të sektorëve, po studentët. Absolutisht. Baza ajo halka parë e zinxhirit ushqimor akademik. Nuk mundena asgjë për me pas studenti. Studenti është i pari. Studentat e masterit që mund të ndjekin masterin në Shkodër, mund të ndjekin masterin në Tiranë, janë të aktor aktiv me temat e tyre, me kërkimet e tyre, që kanë bërë një lidhje me aspekte infermierore, mjekësore, në të gjitha fushat ku studiojnë. Studentët dhe ish studentët, sepse ne nuk e konceptojmë punën tonë pa marrëdhënie me ish studentët. Ajo që na bën njerëz zakonisht të fortë, mendojmë, ne e marrim forcën nga ish studentët. Sepse i marrim gjithmonë kontaktet me to. Pra nëse ne flasim, sepse principalja jonë është marrja afër me libra, ashtu siç e theksojmë më përpara, dhe mos shkputja me idetë inovatore që përfshin universitetin, por gjithashtu ne dhe i vetë plotësojmë studentët nga pikpamja juridike dhe ish studentët tanë, ato që punojnë si infermier, mami, fizioterapist e tjerë, në lidhje me ato çfarë i kërkon vetë legjislacioni aktual në fuqi, që pjesëmarrja aktive ose pasive vlerësohet me kredenciale, me pikë kredite nga vetë konferenca, që e cila akreditohet nga qendra edukimit në vazhdim kombëtare. Dhe ne realisht vit mas viti kena jashtëzakonisht shumë pjesëmarrje të infermierëve, të cilët janë diplomuar ose jo pranë departamentit infermieri, por që ushtrojnë aktivitetin e tyre profesional në qarkun e Lezhës, në qarkun e Dibrës, në qarkun e Kukësit, deri në Kruj, në Veriun. Dhe kjo është pjesa më e madhe që ne na vjen tek konferenca e jonë që e organizojnë. Pra, normalisht janë studentët ato, të cilët janë mediatorët më të mirë dhe ambasadorët më të mirë të mundshëm
të departamentit infermierie. Ndërkohë, çfarë bën fakulteti juaj I infermieristikës për hapjen e programeve të reja të masterit? Kemi patur një intervistë të mëhershme, profesor, nëse nuk e kam harruar, keni hedhur idenë e programeve që kanë të bëjnë me trajtimin psikologjik tek të smurit, rolin që ka infermieri, marrëdhënien me ambientin mjekësor etj. Të një kulture të tillë. Faktikisht stafi I pedagogëve të infermierisë bën një punë jashtëzakonisht të madhe kërkimore në lidhje me kërkesat që ka tregu dhe atë çfarë ofrojmë ne në lidhje me hartimin e programeve të reja. Përfundimisht bën atë çfarë duhet për me bë një pedagog I mirë I universitetit. Normalisht nga propozimi I pedagogëve të infermierisë dhe kryesisht realisht jo sa ashtu, por profesor Juli është një nga kryesorët lidhje me hartimin e programeve të reja të studimit, ku e ka përfunu bashkë edhe me pedagogë tjerë që duhet I përmenden, profesor Zamira, profesor Shirena, Bona, Silva, të gjithë po pra shtim Sebastiani, ku kanë realizu programin e studimit master shkencor në menaxhim infermieror. Normalisht pjesa burokratike është në kam kudo dhe pjesa logjistike e ndjekjes etj. Duke pas parasysh edhe numrin e vogël të pedagogëve që kena si me kod plot në departamentin infermieri, por unë besoj duke besimin që shumë shpejt do të jetë I hapur për studentat tonë edhe të fillojë programi I studimit. Po ashtu jena në faza finale edhe për programin e studimit në laborator. Është punu shumë për laborant. Për laborant nuk e ka pjesa e veriut një programit të tillë studimi, është I nevojshëm që ti ofrojmë laborant të mirë fillt trevave shqiptare, po jo vetëm. Normalisht kjo kërkon kohën e vet, sepse edhe vetë mënyra e hartimit të programeve studimit dhe atë çfarë kërkon ligji arsimit nalt dhe udhëzimet që dalin her pas hershme ka një procedurë ndikojnë edhe na I vështirësojnë sadopak gjanat lidhje me hartimin e këtyre programeve studimit, por besoj që në rrugën e duhur dhe shumë shpejt do të jetë në senat për votim nga ana e senatit edhe për programin e studimit në laborator. Me sa shoh vetëm një po e quaj grup, nuk është ashtu tamam entuziast pedagogësh, siç jeni ju që I jepni ritëm punës, ndoshta bën që të hedhësh këtë kënd vështrim jo pa entuziazëm të punës në departamentin e infermieristikës. Konferenca do fillojë nesër në orën? Nesër në orën 5 të masditës. Seanca hapjes. Do të jenë pjesë e leksioneve të hapura. Pjesë e leksioneve të hapura. Dhe pas nesër në sektor dhe në seancë plenare. Në seancën plenare parë, pastaj në seksione. Pra është 2 ditë. 2 ditë. Shpresoj që nëpërmjet edhe këtij programi dëgjuesit të jenë informuar, e pse jo edhe nëpërmjet faqes sonë në Facebook Live Radio Shkodra të japim mesazhin e kësaj konference që besoj do të nisë për të qenë një traditë më pas, apo si e keni Dëshira jonë është. Ne traditën e kena vu. E keni bu të parën dhe kur vendoset një numër, mendoj që tradita është bëhet ashtu sepse viti I tretë pas ka ndryshimit të konceptimit ose organizimit konferencës, ka vështirësitë e veta absolutisht, sepse një nga vështirësitë kryesore është buxheti, që është shumë vështirë me siguru. Profesori falenderoj në fillim organizatën maltezër, që unë du me shpreh mirënjohjen time, sepse është mbështetje e fortë për ne, është viti I tretë dhe kena një premtim gjithë prej maltezëve që në vazhdimsi do jetë krahi I uni, megjithatë nuk është vetëm kjo, ka vështirësitë e veta të organizimit. Ndoshta po më të kishim pas një mbështetje më të fortë nga aktorë tjerë, do kishim pas mundësi jo vetëm me ka
Tiranë e veri, por edhe më Sarandë poshtë. e veri. Po besoj se besimi dhe profili që do të krijoni nëpërmjet kësaj pune do ta sigurojë një hap në vazhdimsi. Shpresoj. Unë dëshiroj t'ju falenderoj për së tepërmi. Për së tepërmi për mesazhet, për problematikën e hapur, për çdo gjë që ju shpalosët në ecurinë në punës suaj, por edhe për mendimin perspektiv. Ju uroj përzemërsisht që të keni sukses, jo vetëm nesër, por për gjatë gjithë veprimtarisë suaj si departament, edhe që përçoni këtë pozitivitet në punë dhe në ecurinë e stafit tuaj, por edhe të studentëve, të cilët janë bashkëpunëtorët tuaj të vazhdueshëm. Ju falenderoj shumë dhe suksese. Ju falenderojmë ju vetëm për mesazhin që përçoni për pjesën tonë të konferencës, por për ushimin që jepni për ditë popullit të Shkodrës. Faleminderit, një detyrë e përditshme. Suksese gjithmonë. Faleminderit.